aty të ka bëru aja e keqja dhe aty ditë sikur të policia e gardionit francez unë i kuptoj se ata donin të arunën objektin, por ma përkujtonin ato ditë kur ne do më bëjshëm protestan në Kosovë vitet 89-90, i mendoja sikur se ishin të policia sërbe. Vërtet ishte një ndjenjë e keqe. Të kthyen në mbrapa në kohë. Vërtet ishte një ndjenjë e keqe, por jasa ata bënin punën e tyre, që ne bënën punën tonë, por jam di keq. Patin ndonjë incident? Patin ndonjë keq trajtim nga policia franceze? Absolutikisht, ne çdo herë në gjitha protestet, vërtet të kemi tregu një kulturë se dim të organizojmë protesta, dim të menaxhojmë mirë ato, që falë Zotit asnjë ekses, edhe pse ishte një turm, jashtëzakonisht një numër shumë i madh, po çdo gjë ka kalu mas miri. Dhe normalisht dihet që në këto protesta përveç mërkimtare ka pas edhe persona të cilët kanë udhëtuar pikërisht nga Kosova për të bërë pjesë e këtyre protestave. Po, do të thotë nga kjo atë ditë në Strasburg ne të kemi hasur edhe të kemi parë shumë bashkëvendasë tonë nga Kosova, cilët kanë marrë rrugën vërtet një rrugë gjatë mbi thuajse 40 orë rrugë, vetëm për të shpreh atë solidaritetin e tyre, mbështetjen e tyre për krerët e luftës sonë së lavdishme. Po ajo në Hag? Po edhe ajo në Hag, po aq madhështore sa ata në Strasburg. Ne normalisht ka pas numër të konsiderueshëm për njerëz. Numri ka qenë jashtëzakonisht i madh në gjitha protestet. Por kulmin e kemi arritë dje në protestin e 17 shkutit. Patjetër që po, dje edhe normalisht ka qenë një mesazh përkundër kohës, përkundër atmosferës, në këtë rast klimës, do të thotë ka qenë një numër jashtëzakonshëm njerëzve, ka pasur të ri, të reja, siç e thash më herët, fëmijë, pleq e kështu me radhë. Si u ndjet dhe çfarë patët ndonjë komunikim me dikë në protestë? Dje vërtet, edhe pse ishte shi burë, ishte një ndjenjë po aq e përzime, po edhe e mirë, sepse ishin gjitha moshat, ishin gjitha strukturat politike, mund vje mirë që s'paku ishte edhe presidentja shtetit, ishte Ali Ahmeti, ishin nga Shqipëria, kështu që ishte një ndjenjë mirë që s'paku sa do pak veç kemi fillu pak më ndërgjithësu që duhet jemi të bashku, sepse liria është e gjithëve edhe për atë duhet të ngrisim zërin gjithë. Po, pa tash me fut shumë politikës, nuk e pam kryeministrin. Po, këta doja ta thoja me të drejten, që ta thëmë, Çfarë ju bën të ndjeni kur kryeministri i një vendi nuk ka qenë prezent pikërisht në një protestë e cila po mbahet për luftën, për krerët e luftës të ushtrisë çlimtare? Për atë luftë e cila ka qenë vendimtare për vendin tonë? Unë si një qytetar i rritur, i lindur dhe i rritur në Kosovë, të më drejtën unë ndjeva keq, sepse kur gjithë ata njerëz në rrëbesh, në shi, fëmi, gra, pleq, invalid, gjetën kohë dhe mundësi që s'paku disa minuta të shprehen atë mbështetjen për ata njerëz që vërtet